lulet për... Pra, e vlerëson e një protestën tani? Duhet... Qa kam thënë unë për para? Ti ke vlerësu gjithmonë, por... Atere, protesta kam thënë është e domosdoshme, ajo ka nevoj për kokë, do më thënë ka nevoj për një grup drejtimi. Ka kokë, thu t'jenjë? Tani për tani thuhet... Nuk ka, do më ka de facto, po s'ka de jure, thu t'jenjë, Pra thonë që nuk ka kokë, por ka kokë. Ka i kokë, ka i kokë. Edhe pse ata thonë që s'ka kokë. Jo, e ka një kokë, po ajo kokë themun. Është pa kokë. Të pak thënë, po, është pa kokë në kuptimin... Nuk është pa kokë, është pa objektiv. Po. Do më thënë... Kuturu komplet. Jo, nuk është ta në kuturu, po... Ata nuk kanë një ide të qartë se si ta arrinë në marrë. Po kështu dhe rëzëm Ramën, dhe rëzëm shumë? Po, pa jo nuk diskutohet. Po Ramën e pe Ramën të ndërmi që për shtapat qeve të... Prit, me që jemi në atë pikën, se me qa nuk jemi dakord me ata të protestës, është se ata vazhdojnë bërtasin Rama jepe dorëheqjen, si në stadium, nërsa unë them që Rama as sot, as 1000 vjet nuk e jep dorëheqjen. Nuk është nga ajo gjella, kupton ti? Se që njeriu t'japi dorëheqjen duhet të ketë një fije sedre në vetvete, ai s'ka e zero. Plus që ai është i rrezikuar maksimalisht dhe po dha dorëheqjen. Ushtari. Po, ditën e parë do japi dorëheqjen, ditën e dytë ja. Kështu që pa ja, dize me qenë me matë mbrapa ditë. Po kjo dhe balluku tani me shtatzan e shpëtoj, si është ky ligj, si është shpëton? Ku ka shtatzan shpëtoj, çfarë flisin? Si çfarë flisin? Po djema ka qenë lajmi ditës. Po pastaj. Balluku fitet që është shtatzan, po të shpëtu që mos e kapi spaku. Po pse kush tha që spaku s'të kapoj shtatzan? Po na e keni gjetur këtë. Po kshu fitet me gjithmonë. Po lëreni budallë një dhe dyre. Po shtatzan. Po ajo Laxoza nuk është e para artiçun, ishte i shoqi brenda. Po si ngatroni gjëra aty. Pa ti mendon që do ta Mi që ju përshëndesim, ishim me... Unë nuk kam nevojë, edhe njëre, qa ben këtë pyetje kështu ti? Unë s'kam nevojë... Po mëse flitet gjithë në më bursi. Po unë fjallën ti me ka thënë para 3 vjetësh artiçun. Po, dhe kam thënë që ajo... Si? Dhe njëri shtatzan? Kaput. Si kaput? Kaput politikisht. Politikisht pak? Kaput politikisht dhe kaput... Kaput politikisht dhe kaput juridikisht. Do më thënë, ajo mbaron këtu aventurën e saj politike dhe spionazhin e saj në shërbim të Greqisë dhe ajo mbaron këtu edhe aventurën e saj juridike, ajo merret e pandehur dhe merret në arrest për vepra shumë të rënda penale. Kur? Ose Atëre me që po më pyet kur, tani sapo bëra një intervistë të vogël me Osmanin, Osman Stafa. Për 24. Dhe i kam bërtitur në kamera... Kujtë? Jo Osmanit, gazetarve. Të la Osmanit që ti bërtasësh? Të la Osmanit. Dhe jashtë objektivit me ke bërtitur në kamera. I bej edhe Osmanit vetë kjo thirrje. Hapni kamerat, u kam thënë. Hapni kamerat, të nxjerrim shkresat përpara dhe spaku të jeti detyruar të veprojë. Se ata të spakut punën nuk kanë hiç qever, ti je i sigurt. Ma paguan më shumë se sa nga gjithë. Po, ata paguan 2 fishi kolegëve, po njësoj si kolegët ata kanë qef kur të vënë në një plazh në një gjë kështu jashtë shtetit, në një thirrje mondane, në një thirrje në një institucion të jashtëzakonshëm ku këta priten me ovacione. Ka për mbajtje fjalë tjetër thonë dhe protesta, kështu që hapi. Jo, Angjeli tash do ikin në shtëpi se unë jam i rastë. Se mbajtje fjalën për sot. Ju të falenderoj miq, ju përshëndesim. Dëgjojeni se Angeli bi pak në detaje për ta shpjeguar më së miri, kështu që uroj që të merrni më të mirë dhe të shërbej për sa përket situatave tuaja dhe për Shqipërinë. Ju përshëndes.